Përshëndetje njërë, miqë se kemi kohë që s'kemi komunikuar me video këtu në Facebook. E kuptoni të që pëse i shpikin këto nxeje djellore, këto gjoja. Ka në nxeje djellore, shikoni ujin ke Venecia, atje si që ka qenë 150 vjetë për para, në fotot e para tërshme, ashtu dhe në Statu e Lirisë atje në Washington, në New York, më falë, po të shikosh uji nuk ka lëvizur nga fotot e vjetra që kanë qenë, pra ky është një mashtrim i madh që bëjnë këta me ngrohen djellore. Dhe arsyeja tjetër është për të justifikuar djegjen e pyjeve. Pse duan t'i djegin pyjet? Sepse kur të filloi përdorimin në valë të gjerë, siç ka thënë Bill Gatesi, që do vdesin mbi 1 miliard në vitin 2027, fatkeqësisht, nëpërmjet përdorimit të 5G, pyjet janë një nga mënyrat më efikase që ne mund të ndalojmë goditjen me 5G. Dhe do fillojnë do ikin shumë të vaksinuar në ambiente me pyje. Mirë për këta po i rallojnë, po i djegin, po i bëjnë dhe siç kanë bërë ca deklarata shumë njerëz në Evropë, këto po digjen me matse, siç e thash unë në një postim që bëra ditën e djeshme, i lyen me benzinë dhe i lëshojnë nga rrugët, i lëshojnë macet dhe macet vrapojnë të tmeruara duke hyrë në pyll, duke ipur nga njëra pemë në tjetrën dhe duke djegur, duke hapur batra zjarri, 5, 6, 7 batra zjarri hap një mace në një territor 200-300 metro katror. Dhe këto i lëshojnë vende, shto 400-500 metro gjatë rrugës automobilistike, i lëshojnë macet, dhe macet futen nga një anë e rrugës ku ka pyje nga ana tjetër, ku këta i kanë studiuar dhe djegin pyjet përveç se pasaj përdorin verez e lazer, mund të përdorin këto dronët, dhe këto kanë qenë një mënyrë e zakonshme përdorimit, dhe trushplarve ju kanë dhënë formulën ngroja djellore, tër idiotët, ngroja djellore, e ka thënë shkenca, e ka thënë OKB-ja, e ka thënë mashtrusit. Asgjë s'ka ndryshuar, bota siç ka qenë, ashtu është dhe ashtu do të jetë gjithmonë. Është një lloj habitati që e ka ndërtuar krijuesi i madh, inxhinieri i madh i gjithësisë, i cili na ka mbyllur dhe në firmament, dhe ne këtu jetojmë të sigurt në kushte të njëjta, vetëm në qoftë se inxhinieri i madh i gjithësisë vendos ta ndryshojë përsëri habitatin me proceset e ndryshme kimike të ekzistencës që ne thithim oksigjen, pa të cilin nuk jetojmë dot, por dhe konsumohemi nëpërmjet oksigjenit dhe ndrysh kemi ashtu si ekuri, pra bëhemi pleq për shkak të proceseve të djegjes qelizave tona nëpërmjet thithjes së oksigjenit, dhe kjo është arsyeja e vdekjes, dhe mund të ndryshojë kushtet këtu. Ka në firmament ka 8 porta të vogla, dhe midis firmamentit parë dhe dytë ka ujë të nxehtë dhe mund të lëshojë ujë të nxehtë, dhe ka dhe 2 porta të mëdha në firmamentin madh që mund të lëshojë dhe ujë të ftohtë dhe të bëjë përmbytje të tokës. Prandaj thuhet shpeshherë në librat e shenjtë që ndryshimi kur njerëzit shkelin marrëveshjen me krijuesin, sidomos kur hyn ke gjenetika dhe fillojnë të krijojnë specie të reja nëpërmjet shkencës së gjenetikës, ku kemi arritur ne në një fazë nëpërmjet vaksinave dhe i borla theshte që tash i Zoti jemi ne, sepse mendonte që njeriu s'kish më nevojë për shpirt, të cilat i jep krijuesi, për 3 elementet shpirtëror, por do të kishte vetëm elementet fizik. Pra do të kthehej në një kafshë që këta t'i shfrytëzojnë dhe t'i kontrollojnë nëpërmjet mikrochipave. Por këta kanë projektet e tyre, krijuesi ka projektin e vet, dhe nuk i lë speciet e veta të shkatrohen nga të ngjashmit e vet. Kështu, hapni syt dhe mbrojni pyjet, mbrojni nga zjarret që elita i krijon vetë duke paguar njerëz të ndryshëm ignorant, ose duke ardhur me njerëz të tyre
si turist me makina me targa evropiane të marra me qira dhe të mbushur me mace të cilat i lëshojnë në pyet që i kanë studiuar më përpara dhe i kanë vendosur se cilat do të digjen dhe pas i inspektojnë njerë vendin, dalin pasaj me macet, i lyen me benzin dhe bëjnë këtë punë që ju thash unë, përveç se dhe me dronë. Po jetojmë në kohë apokaliptike, kur Pakica ka vendosur të zhdukë pjesën më të madhe të shumicës, nëse do të arikte apo jo, do të shojmë, por me Covidin realizuan një pjesë të madhe të projekteve të tyre cilat janë duke i zbatuar dal nga dal. Po shikojmë që ka me vjetra me qindra vdekje në mosha të reja, shikojmë çdo ditë në përmuret e pallateve mosha që nuk janë karakteristik, s'kan qenë ndonjëherë karakteristik vdekje të tilla për njerëz normal, të cilët papritur vdesin. Dhe arsyeja dihet pse unë u kam thënë që në vitin 2020 se çfarë do të ndodhte. Ata që më dëgjuan besoj që kanë shpëtuar. Tung tung.